Partitë e reja, disa thonë do dalim të tretët, disa thonë do dalim të parët dhe disa tjerë nga të vogla thonë do kemi grup parlamentar. Unë mendoj që në këto zgjedhje përsëri do kemi dominancën Rama Berisha, përsëri do kemi dominancën PSPD dhe kjo është ana më negative e zgjedhjeve për faktin sepse nëse rezultati i zgjedhjeve të 11 maj dihet, ajo çfarë do ndodhi në 12 maj është prognoza e zgjedhjeve të vitit 2029, që do të thotë nëse do të kemi një sistem dypartijak, që do të thotë vetëm PD dhe PS në shumicë. Pra nuk po flas për 1-2 mandate të partive të vogla, por nëse do të kemi dominancën e këtyre partive të mëdha, të Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, kjo do të thotë që situata është disi gri e pa shpresë edhe pas 4 vjetësh, sepse përsëri do të kemi konkurrencë Edi Ramën dhe Sali Berishën. Dje Sali Berisha zyrtarisht ka deklaruar që edhe nëse do të humbasi nuk do të dorëhiqet. Madje ai ka thënë që për sa kohë të ketë frym, për sa kohë të ketë jetë deri në 100-120 vjeç, ai do të jetë aty në politik. Dhe ky është një problem serioz sepse kjo është ajo çfarë dëshiron Edi Rama, që do të thotë Edi Rama pas ka lindur me kollare sepse do të vazhdoj historia e bufit edhe në 2029 dhe 2033-shin, Edi do i bie gërnetës për bufin e kënetës. Dhe në këtë aspekt do të thotë që një PD e fortë dhe një PS e fortë në 12 maj, në rezultatin e 12 majit, do të zbej shpresat edhe për një rotacion në të ardhmen, sepse tashmë dihet që PD e ka humbur misionin për rotacion politik. Pra, PD-ja nëse nuk rrëgjon këtë radhë, i bie që të shkojë drejt 20 vjeçit, të rrudhet, njerëzit largohen, një Berish tërësisht i lodhur nga ana shëndetësore dhe mendore, nuk mund ta çojë pas 4 apo 8 vjetësh PD-n në fitore dhe i bie që të kemi Edi Ramën peshesh për shumë vite të ardhshme. Partitë e reja janë në risi e zgjedhjeve, por partitë e reja kanë 2 disavantazhe të mëdha. E para kanë sistemin elektoral rajonal, i cili pavarësisht se ato do të marrin një sasi të madhe votash në 11 qarqe të Shqipërisë, përveç Tiranës, unë vendos bazë publik që ato nuk marrin asnjë mandat. Asnjë mandat përveç Tiranës? Përveç Tiranës. Po asnjë mandat nuk marrin qytetet të tjera, jo për fajin e tyre. Por për faji tyre, po sistemit, faji tyre, pastaj përgjegjësia e tyre historike dhe politike, është që nëse do të ishin së bashku, ato do prodhonin të paktën në 6 apo 7 qarqe deputet shtesë, që do të thotë në Fier, në Durrës, në Elbasan, në Korçë, ndoshta edhe në Shkodër, ato do të prodhonin mandate së bashku, të cilat do të krijonin një grup parlamentar dinjitoz për si një mundësi për të qenë një modeli i lëvizjes vetëvendosja në Kosovë. Nëse këto do dalin me nga 1 apo 2 deputet në kuvend, atëherë çfarë do kemi? Do kemi prapë historinë e Fatmir Mediut, Dasheut, Vangel Dules apo këtij Agron Dukës, të cilët e patën të pamundur që të rriten në numra deputetësh. Mos harroni kishim Shpëtim Idrizin apo LSI me 4, 5, 6, LSI-ja që me 20 dhe prap u rrudh, pra nuk patën mundësi që të zhvillohen dhe të jenë konkurruese, dhe nëse partitë e reja do dalin me 1 apo 2 deputet, vetë ato e kanë shprehur që është dështim. Edhe 3 minutat pyetja e fundit, diaspora, sa do të ndikojë dhe në cilat qarqe, pavarësisht problematikat që ka deri tani vota e diasporës, ku do të jetë vendimtare sipas jush? Vota diasporës do jetë vendimtare, personalisht mendoj në jugun e Shqipërisë, për faktin sepse në jugun e Shqipërisë janë disa mandate në diskutim. Në Tiranë, mendoj që ndahen në mënyrë proporcionale, që do thotë kur ndahen në mënyrë të barabartë, nuk ka ndikim për një apo tjetrën parti. Mendoj që në jugun e Shqipërisë, për faktin sepse jugu i Shqipërisë ka dominancë të votës majt, dhe duke qenë se në Greqi apo në Itali ka shumë emigrant nga jugu i Shqipërisë, ato bishtat, mandatet e fundit, për shembull në
mendoj që në Berat do ndikoj tek mandati 5 i socialistëve, në Gjirokas, në Vlorë do ndikoj, po edhe në Fier, ku ka një lumë votash, pra Fieri ka përqindjen më të lartë të votës së emigrantëve dhe mendoj që PS do të jetë favorizuar nga vota e diasporës, edhe për faktin e logjistikës, strukturës, patronazhimit që i ka bërë votës e emigrantëve. Duhet të keni të qartë që nga 250.000 emigrant, vetëm 100.000 mund të jenë regjistruar në mënyrë të lirë, personalisht. 150 janë regjistruar me asistencën e partive dhe kryesisht të partisë në pushtet, që do të thotë ajo votë në një farë mënyrën si statistik është e kontrolluar dhe shkon në favor të qeverisë dhe socialistë.